Mirë se erdhët, unë jam Eldi Shabani, banor i fshatit Culli, i zonës Qafshamës, është rreth 3 kilometra nga vendi ku jemi tani. Ky aktivitet ka rreth 1 vit që është filluar, për arsye sepse në Qafsham nuk ka asnjë atraksion për argëtim, dhe nisem më shumë si atraksion për përfitime monetare, por edhe për shefër pasion. Gjithçka nisi si iniciativë për mos u larguar nga vendi jonë. E nisëm me pak motora ose ATV si quhen të ndryshe, me 2-3 copë dhe po përfundojmë deri në 10-15 copë momentalisht. Të angazhohen në një biznes të vetin, me vështirësi në fillim, por që do t'ja vlej sa më shumë investim të kesh, aq më shumë përfitime do të kesh. Bizneset tu janë më shumë biznese familjare të cilat ne i përdorim vetë, domethënë i menaxhojmë vetë dhe gjithë punëtorët ose stafi është i zonës. Nuk ka mungesa, por që për shtatë mundohemi që të përballojmë vetë pjesë e familjes. Në Qafshtam gjendet mirëpritja e njerëzve të zonës, bujaria dhe vetëm vende për të shijuar. Çdo gjë është perfekte në klimën, shëndetin, për çdo lloj gjoje që të përshtatet njeriu. Në vendin tënd është më të mira ka. Fillimi është pak i vështirë për arsye sepse ka kosto monetare dhe do shumë fuqi punëtore derisa të arrit një pikë që ta përballojsh mirë. Por që më mirë në vendin tënd, në shtëpinë tënde, se sa ti ikësh jashtë.